Një vrasje ka ndodhur të dielën mbrëma në Vushtri. Viktima e këtij rasti është APX, 19 vjeçar, i cili u vra nga punje 19 vjeçar. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar të dyshuarin, ndërsa atij është basisur edhe shtëpia, ku i është gjetur edhe një armë gjatë me 5 fishek. Nga hetimet e kryera në vendin e ngjarjes dhe ekzaminimet e kryera, hetuesit policor si prova materiale kanë gjetur dhe sekuestruar 3 gjoja. Hetuesit policor kanë identifikuar dhe arrestuar të dyshuarin BD, 19 vjeçar, nga i cili është konfiskuar një armë pistolet që dyshohet të jetë përdorur nga i dyshuari në kryerjen e veprës penale. Në shtëpinë e të dyshuarit është realizuar bastisje ku është gjetur dhe konfiskuar edhe një armë me 5 fishek. I dyshuari BPD edhe ka pranuar se ka kryer vrasjen. Ky rast ka tronditur familjen e të riut, ku me pikëllim njoftuan se sot do të jepet lamtumira e fundit në varrezat e fshatit Dubovc në orën 16:30. Agja i 19 vjeçarit i vrarë mbrëm në Vushtri, Nusret Zymeri, tha se nuk e di se si ka ndodhur rasti. Ai tha se familja nuk ka pasur asnjë të keqe me askënd. Informatë zyrtare nuk kem deri më tani. Nuk kam fjallë sasha më i mirë thonë, po informatë zyrtare nuk kem hala, nuk e di as që shka ndodhë, as të ka ndodhë. Fjallë keqe, mund keqe me s'kem pas me kërkan. Absolut, deri në tani nuk kena pas me kënë me njerit lem kur as fjallë keqe. Ju përdini edhe për familja ju në kushje, e familja Zymeri, nas kena prit për aneje kena ditë që kemni armik për knes kena prit kur gjo kena ka ndodhë. Ai njoftoi se për rastin familja është informuar mbrëm dhe se sipas tij do rastin as familjen e tij nuk e njohin ende. Informatën e parë pramë kena marrë mbrëmje. Masi ka ndodhë rasti për me orë për besë nuk e di. Absolut, se kem njoft, as kem dit, as kusha, as sot se njohëm, as e dim, as tash. Ndryshe, organet kompetente kanë njoftuar se brenda afatit ligjor do të bëhet kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarit, teksa thanë se nuk mund të flasin për motivet deri në ndriqimin e plotë të rastit.